A është e vërtet që sadakaja është shërim për trupin, dhe të njëjtën kohë a duhet neve të mirëmi edhe me mjek apo na mjafton vetëm sadakaja? Jo, dietarët kur kanë folur për këtë çështje, na kanë mësuar dhe udhëzuar se si duhet të veprojmë. Nëse një person është i sumur, duhet t'i marrë këto dy gjëra. E para, t'i japë sadaka për veten e vet, domethënë për hir të Allahut të japë sadakën, me bindje që Zoti ka më shpërbli, me bindje që Zoti ka më shëru, dhe me bindje që Zoti nuk ka më paksu pasurinë, sepse sadakaja nuk ta pakson pasurinë. Dhe argument për to është hadithi ku thot profeti sallallahu alajhi wasallam, mjekoni të sëmurit tuaj me sadaka. Nga kjo kuptojmë që nëse neve jemi të sëmur apo dikush e familjes tonë, ne duhet të japim sadaka për Allahun, që shpërblimi domethënë të shkojë për personit që të shërohet prej smundjes të cilën e ka. Sadakaja, vëllezër, nuk largon vetëm një smundje e cila është e dukshme, por largon smundje të dukshme edhe të padukshme. Largon çdo fatkeqësi nga zemrat tona, të cilat janë dobta, dhe bën që mëshira e Allahut, vëllezër, të zbresë mbi ne. Nuk ka në Islam sadaka të vogël. Tek Allah ka sadaka të madhe. Nëse na japni sadaka për hir të Allahut, sado që të jetë e vogël, edhe nëse është një hurmë e vogël, e kemi dhuru për Zot, do të jetë edhe u bë me sinqeritet, do të jetë shpërblim i madh tek Allah azza wa xal. Për këtë arsye, duhet të kombinojmë të dy, të japim edhe sadaka, po të njëjtën kohë, domethënë, edhe të mjekomu me mjekësinë moderne të cilat e kemi ose të cilat janë mjekësie të cilat janë bimore. Në kohën e profetit sallallahu alajhi wasallam, vëllezër, sahabët ishin njerëz që jepnin sadaka me shumë bindje të plotë, dhe vallahi, ishte thot shkak për shërim dhe begati që Allah na furnizonte edhe na shëronte prej smundjeve. Dietarët kur kanë folur për këtë çështje, nuk kanë thonë që sadakaja është vetëm shërim për një smundje e cila është e dukshme, por kanë folur edhe disa sene. Kanë thonë dietarët që sadakaja ndihmon për shumë smundje fizike, ato të cilat smundje njifën edhe i shef mjekësia, dhe smundje të cilat nuk i shef mjekësia, si për shembull ka thënë smundjen e zemrës, ka thënë heqjen e zilijes, urrëtitjen dhe kooperacinë. Ka thënë se dikush ka thënë dëshiron të shërojë këtë smundje, ka thënë atë të jap të sadakat japë me sinqeritet dhe me bindjen te Allahu azza wa xal, dhe Allah do ta shëron atë. Kjo është ajo çka nifet për këtë temë. Allah e di më së miri.